Mos i neglizhoni, ja 3 shenja që tregojnë se zora e trash nuk është mirë. Për shkak të stilit ton të jetesës dhe ushqyerjes që ne bëjmë, mund të përballemi me probleme të ndryshme. Një ndër to është edhe shqetësimi në bark. Ka disa simptoma që nuk duhet t'i injorohen sepse mund të paralajmërojnë për probleme shumë serioze me shëndetin. Është bërë shumë e zakonshme që barku ynë të tregojë ndonjë pakënaqësi që ai mund të ketë, por ka simptoma të cilat nuk duhet t'i injoroni asesi dhe menjëherë duhet t'i adresoni ato tek mjeku specialist, pasi mund të tregojnë për probleme shumë serioze me shëndetin. Ne po ju përmendim disa nga simptomat që paralajmërojnë për rrezik dhe disa këshilla për të patur një zorë më të shëndetshme sipas WebMed. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhimbja e barkut. Kjo mund të ndodhë te të gjithë, nëse ham ose pimë diçka të gabuar, por nëse ndjeni shpesh dhimbje në pjesën e poshtme të barkut, mund të vuani nga ndonjë sëmundje e inflamacionit të zorrës së trash, siç është për shembull Crohn, kolit ulcerativ, sindroma e zorrës së irrituar ose edhe më e rënda, sëmundje të cilat mund t'ju kushtojnë jetën. Konstipacioni në mënyrë të pakontrolluar. Nëse përjetoni konstipacion ose kapslok siç në jetë ndryshe, dhe nëse ndjeni dhimbje gjatë defektimit, mund të jetë divertikulit, i cili është një grop e vogël e përflakur brenda në zorrën tuaj, ose sindroma e zorrës së irrituar. Kjo është një sëmundje komplekse në të cilat simptomat shoqërohen gjithashtu me probleme të tilla siç është diarrea, dhimbje dhe gazra të tepërt. Ndonjëherë një dietë e dur mund të lehtësojë problemin tuaj, por nëse injorohet për një kohë të gjatë mund të ketë nevojë për kirurgji dhe shpeshherë mund t'ju kushtojë edhe shtrenjtë për shëndetin tuaj. Diarrea e pakontrolluar. Nëse shpesh keni jashtëqitje shumë të buta, gjithashtu edhe shumë të lëngshme, zorra e trash nuk po funksionon siç duhet dhe nuk po thith ujë dhe substanca të tjera dhe kështu ajo është më e përflakur. Sëmundjet e shumta të zorrës së trash shoqërohen edhe me diarre, si sindroma e zorrës së irrituar, divertikulit dhe sëmundja e Crohnit. Nëse zgjat më shumë se 24 orë, konsultohuni me një mjek për të përjashtuar sëmundjet më të rënda, të cilat mund t'ju kushtojnë edhe jetën. Gjaku në feqe. Nëse ka gjak në letrën tuaj të tualetit ose në ujin e tualetit, mund të jetë inflamacion. Nëse në stolin tuaj gjeni gjak të errët, gati të zi, ose nëse keni diarre të përgjakshme, duhet të flisni me një mjek sa më shpejt jetë e mundur. Mund të jetë sëmundja e Crohnit, koliti ulcerativ ose në rastin më të keq, edhe sëmundje të cilat ju riskojnë jetën tuaj. Feqe në formë të çuditshme. Forma, konsistenca dhe ngjyra brenda në tualet tregojnë nëse jeni të shëndetshëm. Format e pazakonta, si për shembull një formë e hollë lapsi, mund të tregojë për probleme të rënda. Tualeti me ngjyrë kafe mund të tregojë që ka gjak brenda traktit tuaj tretës, veçanërisht nëse ato janë pothuajse të zeza dhe të kuqërremta. Nëse është e zbehtë dhe me vaj, mund të jetë për shkak të pankreasit ose zorrës së trash që nuk përthith mirë yndyrën. Prania e mukusit në jashtëqitje mund të tregojë inflamacione si sëmundja Crohn. Të kuptuarit se çfarë është e gabuar me jashtëqitjen të pazakontë, është e detyrueshme të merrni ilaçet e duhura ose operacion sa më shpejt jetë e mundur në mbikëqyrjen e një specialisti. Gazra të tepërta të zorrëve. Gazi i tepërt dhe më erë do të thotë që ka diçka që nuk është tretur ose zhytur nga zorra e trash. Mund të jetë për shkak të mungesës së bakterieve të mira, inflamacionit ose lëvizjeve jo normale të zorrëve si sindroma e zorrës së irrituar. Është e rëndësishme të kuptoni nëse ndodh për shkak të ngrënies së ushqimeve të caktuara si fasulet, lakra, djathi, dardha dhe nëse është një simptom e një sëmundje të zorrës së trash. Mungesa e energjisë. Nëse zorra e trash nuk po punon si duhet, ne vuajmë nga mungesa e ushqyesve të çmuar, mineralet dhe vitaminat. Ne mund të bëjmë të ndihemi të lodhur edhe të shkaktojmë probleme me gjumin. Nëse befasia raskapitse pas aktiviteteve të përditshme në shtëpi ose në punë, mund të jetë shkak për kolit ose sëmundje të Crohnit, ose madje mund të tregojë edhe sëmundje më të rënda. Ne duhet të kujdesemi për zorrën tonë duke ngrënë më shumë fibra nga perimet, frutat, gjithashtu edhe nga ushqyesit e tjerë. Ndaj sigurohuni që të pasuroni dietën tuaj me sa më shumë produkte natyrale.
Duke u konsultuar me specialistin, ju mund të arrini të përmirësoni strukturën tuaj të zorëve, të mbani larg gjithashtu shqetësimet e tyre dhe të rrisni rezistencën e tyre. Sigurohuni të përmirësoni dietën tuaj dhe nëse vuani nga këto shqetësime, adresojeni ato menjëherë tek mjeku specialist. Të gjithë VMRS së trupi reagon në mënyra të ndryshme ndaj shqetësimeve në varësi të asaj që ham. Për shembull, shumë njerëz ndihen më mirë pas ngrënies së sallatave, në të kundërt ka disa ushqime të tilla si sanduiçet dhe hamburgerat që shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të ndryshme, siç është kapsllëk. Ndryshe, ka shumë ushqime të cilat mund të ndikojnë në procesin tuaj tretës dhe të shkaktojnë edhe komplikacione të tilla negative. Ja disa nga ushqimet më të mira të cilat mund t'i shtoni fare lehtë në dietën tuaj, të cilat do t'i japin edhe një përmirësim më të mirë të sistemit tuaj tretës dhe të lehtësojnë problemet e kapsllëkut. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë frutat. Frutat nuk janë vetëm të shijshme, por edhe të shëndetshme në dietën e rregullt. Megjithatë, nëse konsumohen me tepri, kjo mund të çojë në probleme gastrointestinale. Për shkak të fruktozës së sheqerit në zorrën tonë, ne përpiqemi që të kemi një tretje më të balancuar, por nëse vërejmë se ato janë shtuar në mënyrë të pakontrolluar në dietën tuaj, ato mund të shkaktojnë diarre, enjtje dhe gjithashtu probleme të procesit të tretjes. Edhe ëmbëlsirat e tepërta në dietën e rregullt mund të jenë një faktor ndikues i shëndetit tuaj. Përveç faktit se ëmbëlsirat kanë më shumë kalori si dhe përmbajnë shumë sheqerna dhe yndyrna, duhet thënë se nëse hani me tepri ato mund të shkaktojnë një rritje të niveleve të sheqerit në gjak. Buka. Një panine me djath me sallam nuk është vetëm një ushqim i shijshëm, por edhe një ilaç i mirë për ata që kanë probleme me zorët. Kjo gjë nuk vlen për ata persona që janë intolerant ndaj glutenit. Ndaj, në rast se jeni në një periudhë vështirësie, gjatë të cilës ju godet koliti dhe diarreja, ju thjesht duhet të hani më shumë bukë, sidoqoftë nëse këshilloheni që të mos e teproni. Marrja e bukës me këto përmbajtje mund të shkaktojë gjithashtu edhe vështirësi në sistemin tuaj tretës, ndaj tregohuni më të kujdesshëm. Alkooli mund të ndikojë negativisht në sistemin tuaj tretës dhe duhet të hiqni dorë prej tij. Në mënyrë që të keni një tretje më të shëndetshme në organizmin tuaj, duhet të shtoni vitaminën C. Kjo vitaminë gjendet në shumën fruta dhe në perime dhe ju ndihmon në pastrimin e zorrës së trashë, thot një studim i vitit 2015. Prandaj mund të konsumoni sa më shumë lakër jeshile, brokoli, lule lakër dhe limon në dietën tuaj të rregullt për të mbajtur larg këto komplikacione. Përdorini probiotikët, bakteriet miqësore për shëndetin e zorrës së trashë. Ullumtimet sugjerojnë se probiotikët mund të ndihmojnë në parandalimin e problemeve të zorrës së trashë. Këto bakterie të mira ndalojnë inflamacionin dhe parandalojnë gjithashtu dhe përmirësojnë konsistencën e lëvizjeve të zorrëve, dy nga funksionet më të shëndetshme të sistemit tuaj tretës për të patur një zorrë më të shëndetshme dhe parëndesa të saj. Nivelet të larta të probiotikëve gjenden në ushqimet të fermentuara siç është kosi, uthulla e mollës, djathi e të tjera. Ndaj sigurohuni që dietën tuaj ta keni sa më të balancuar dhe të përmirësuar për të evituar këto shqetësime. Shtoni niste shterë në dietën tuaj. Niste shteja rezistente që gjendet te ushqimet bimore siç janë patatet, orizi, bishtajat, bananet jeshile, do të ndihmojnë që gjithashtu të keni një zorrë më të shëndetshme dhe të rrisni mikroflorën e zorrëve. Gjithashtu një rishikim i vitit 2013 mbi niste shtën rezistente përcaktoi se ajo mund të zvogëlojë rrezikun e problemeve të zorrës së trashë dhe mund të kthehet në një aleat të vërtetë të organizmit tuaj. Për sa kohë nuk e teproni dhe e konsumoni brenda normës lejuar, ndikimet e saj do të jenë të menjëhershme. Pini më shumë ujë për të rregulluar sistemin tuaj tretës. Mungesa e lëngjeve është një shkak i zakonshëm i problemeve të kapsllëkut, kështu që pirja e 1.5 deri në 2 litra ujë në ditë mund të parandalojë këtë shqetësim. Një mënyrë tjetër për të ndihmuar në plotësimin e nevojës tuaj për marrjen e lëngjeve është përfshirja e frutave dhe perimeve që kanë në përmbajtje të lartë të ujë, si kastravec, kungulli i njom, selino, domate, pjepër dhe lule shtrydhe, të cilat do t'japin rezultate fantastike në sistemin tuaj tretës. Sigurohuni që në dietë të keni edhe më shumë fibra cilësore. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.